Ajo që i mungën shtetit Kosovës nuk është as qeveria, as presidenca e presidentit. Republikës Kosovës i mungon kuvendi. Fatkisisht bloku opozitor nuk shkojnë punë. Ne tjerë që shkojnë punë me nëzhes në ditë. Dhe ne jemi të interesuar që edhe bloku opozitor shkojnë sa ma shpejt në punë. Andaj urojmë që legislatura 11 t'ja filloj dhe kjo varet para së gjithas nga certifikimi i rezultatëve. Natyrisht që në javët në vijim do të komunikojmë, do të takojmë e do të bashkëpunojmë me të gjitha subjektet politike të Republikës Kosovës, sepse ne e kemi para së gjithash e mbi të gjitha interesin publik, vullnetin e përgjithshëm dhe Republikën sovrane e të pavarur të Kosovës, të cilës i shërbej me devotshmëri. Pra, llogaritni në neve, jo vetëm në punën që bëjmë, po edhe në bashkëpunimin që do bëjmë. Ndonë se nuk i di ende emrat se kush është zgjedhur deputet, i uroj që të gjithë në legislaturën e 11 do të ketë më shumë të deputet, natyrisht nga lëvizja vetëvendosi dhe partnerët tonë të koalicionit parazgjedhor, por i uroj të gjithë deputetët të cilët do të jenë pjesë përbërëse e legislaturës së 11 e me të cilët do të bashkëpunojmë për të mirën e Republikës, për interesin e qytetarëve tonë. Sonde po kremtojmë gjithë bashkë, krejt për shtet për krejt, sepse e këtil është kushtetueshmëria, por e këtil është edhe bindja jonë si subjekt politik. Ne e kemi piknisje tërësim, atë që është e përbashkët. Dhe kjo është populli i Kosovës. Popullit i shërben Republika dhe pas kësaj fitore të radhës, ne sonte do të kremtojmë. Por mos harroni, 8 mëngjes në punë krejt. Të gjitha punët e mira të nisura dhe projektet në proces do t'i vazhdojmë me dinamik të shtuar.